Kupa Shpresa në futboll u zhvillua në Vlorë si një aktivitet bamirësie mes përfaqësuesve të ekipeve të veteranëve të flamurtarit, gazetarëve të Vlorës, policisë dhe Universitetit Ismail Qemali. Ky aktivitet u mendua jo vetëm si një turne sportiv, por edhe si një moment i rëndësishëm sensibilizimi ku të ardhurat e grumbulluara shkuan në ndihmë të qendrës së personave me aftësi të kufizuar. Një aktivitet i bukur që bëri bashkë 4 ekipe në një turne futbolli me qëllim sensibilizimin dhe mbështetjen e kësaj qendre. Në total u zhvilluan 4 ndeshje, ndërsa kupa u fitua nga ekipi veteranëve të flamurtarit. Në përfundim të aktivitetit, ish lojtari i mirënjohur i flamurtarit dhe kombëtares shqiptare Vasil Ruci falenderoi të gjithë ata që u bën pjesë e këtij organizimi. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e qendrës së personave me aftësi të kufizuar vlerësuan kontributin dhe sensibilizimin e dhënë për të ardhur në ndihmë të kësaj qendre. Është që gjitha shpenzimet që do të mblidhen do të jenë për zonjat këtu dhe për shtëpinë të smurave. Ne jemi përfaqësues nga qendra e zhvillimit për fëmijë me aftësi të kufizuar. Kjo kupë kishte një emër shumë të veçantë, ishte Kupa Shpresa për fëmijët me nevojë. Dhe do i dorëzohet fituesit, por ne themi se fitues jeni të gjithë ju, të cilët keni bërë të mundur këtë aktivitet. Aktiviteti solli përballje sportive mes 4 skuadrave, ndërsa organizatorët shpresojnë që nisma të tilla të zhvillohen edhe më shpesh në vijim.